Flas shumë gjuhë tuja, kështu që disi psikiatria ndërlidh gjitha ata duke filluar nga Sokrati, Platoni, mënyrën e të menduar deri te Sigmund Freudi, Immanuel Kant dhe kështu me radhë. Jam shumë i lumtur që kam zgjedhur psikiatrinë, për arsye se ndryshe nga neurokirurgjia, neurologjia, psikiatria po të jap mundësinë që të mendosh, të reflektosh, të analizosh. Është shumë disiplinë analitike që ti duhet të futesh në botën shpirtërore të pacientit. E në veçanti është një komponente shumë e rëndësishme në psikiatri, që ti që të jesh në gjendje të shohësh pacientin me sëmundje psikiatrike, ti duhet ta fitosh besimin e pacientit, në mënyrë që ai të hapet. Domethënë çelësia është që pacienti të jetë në gjendje të bisedojë me ju se për çka pe pengon ose çka shqetëson. Edhe kjo ka të bëjë me, na i thojmë, raport anglisht, domethënë me ndërtuarit e një raporti një aleancës terapeutike që i thojmë. Pra arsye se nëse nuk ka aleancë terapeutike dhe pacienti nuk beson atëra, ai nuk i merr pona.